ri të bukur, pedant, të reqës, ishte vajza e Zoti Lutit duke ju dhënë kafshëve rreth rekës me pi ujë. Dhe ato i lipën konak, tha, ka në këtë qytet konak. Tha, ka, tha, po, rini që tu, tha, mos t'ju shofe dikush. Tha, se unë du t'ja u siguroj një konak. Shkoj të baba i vetë, e po shpejtume, e dike se këtive musafirve, qka ishtë trendi në atë qytet, qka do t'ju ndohë. Dhe i tha, a Zoti Lutit, tha, o, baba jam, tha, janë një dy gjemë tri, tha, mi po që farë fizionomia të bukra kishë, ato do gjemë në halë në të qytet. Shko dhe shpëtoj. A Zoti Luti përshpejtoj dhe tha qka ka lip këto në këtë qytet. Dhe duke shkue, tha mos që shofim populli jem, populli këti qytetit, se nuk ka popull ma i prish se ki. Se do të kena telasha dhe vështërsina të kemë, 4 herë i luti që mos t'hinë në qytet. Deri ato sa insistun, pse ato nuk shkun drejt ta prishin atë qytet. Po u paraqitën fizionomi, që faktikisht akti akuzës të vërtetohet edhe pse Zoti e dinte. Dhe kur hinën në qytet, sheftas hinën në shtëpinë e Lutit alayhis salam, po gruaja e tij nuk ishte besimtare se ishte